Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal që trafikonte armë zjarri nga Kosova drejt kryeqytetit, me qëllim shitje në tregun ilegal. Operacioni erdhi pas një hetimi 2 mujor të kryer nga specialistët e Komisariatit të Policisë nr. 3 në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Gjatë operacionit, policia arrestoi 4 shtetas: Glori Snezaj, Rezar Torumi, Kelvin Caushi dhe Ardian Caushi, të gjithë banues në Tiranë. Sipas dosjes hetimore, grupi siguronte armë zjarri kryesisht nga Kosova, i transportonte në Tiranë dhe më pas i magazinonte në një ambient të përshtatur në zonën e Selitës. Në këtë ambient, armët modifikoheshin përpara se të dilnin në shitje. Kontrollet e ushtruara në ambientin e magazinimit dhe në banesat e të arrestuarve kanë sjellë një bilanc të rëndë për nga sasia dhe lloji i armatimit të sekuestruar. Policia ka sekuestruar gjithsej 8 armë zjarri, konkretisht 5 pistoleta dhe 3 automatik. Krahas tyre, janë gjetur pjesë të ndryshme armësh, një armë gjahu, krehra dhe municion luftarak në sasi të konsiderueshme. Në të njëjtën kohë, policia ka sekuestruar 3 radiokomunikimi, të ngjashme me ato që përdor policia e shtetit, një jelek multifunksional dhe 9 aparate celular, të cilët dyshohet se përdoreshin për komunikim dhe koordinim të aktivitetit kriminal. Sipas burimeve policore, përdorimi i radiove të ngjashme me ato të policisë dhe pajisjeve taktike tregon për një nivel organizimi më të lartë se sa shitja sporadike e armëve. Hetuesit dyshojnë se grupi kishte krijuar një skem të qëndrueshme furnizimi dhe shpërndarjeje, me role të ndara për sigurimin, transportin, magazinimin dhe shitjen e armëve. Prokuroria ka marrë në dorëzim materialet procedurale dhe po vijon hetimet për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, si në Tiranë ashtu edhe jashtë saj. Hetimi pritet të zgjerohet edhe në drejtim të rrjetit të furnizimit nga Kosova, si dhe të blerësve final të armëve, të cilët përbëjnë rrezik të drejtpërdrejtë për sigurinë publike. Policia nuk ka dhënë ende informacion nëse armët e sekuestruara lidhen me ngjarje kriminale të ndodhura më parë, por verifikimet balistike dhe analizat teknike janë në proces.